Dhe në fakt nuk janë në momentin më të mirë, por duket se edhe vetë zoti Trump në Amerikë nuk është në momentin më të mirë. E kam fjalën për sondazhet që po bëhen në këto momente pas konfliktit në lindjen e mesme, qoftë edhe debateve që ka me aleatët. Duket se ka një përqindje, ose më saktë ka përqindje më të ulët në këto momente zoti Trump në Amerikë? Ka një rënje të konsiderueshme sipas sondazheve të fundit, flitet për diku tek rreth 34% të mbështetjeve, që është një rekord historik për presidencën e zotit Trump, edhe duke konsideruar edhe mandatin e tij të parë. Sigurisht është e qartë që ka një rritje të pakënaqësisë së publikut amerikan lidhur me luftën. Zoti Trump ka qenë një president që ka ardhur në pushtet duke premtuar ta nxjerrë Amerikën nga të gjitha luftrat dhe duke kritikuar trashëgiminë e paraardhësve të tij që sipas tij kanë zhytur Amerikën në luftë, ndërkohë që vetë ka nisur një luftë të tillë që edhe pse premtoi se do të ishte një luftë e shpejtë, kanë kaluar 2 muaj dhe luftë avion, edhe pse kemi një armpushim, nuk kemi ende një marrëveshje paqe. Amerikanët kanë filluar të ndjejnë barrën e kësaj lufte edhe në xhepat e tyre, ka pasur rritje të inflacionit, rritje të kostove të jetesës, të çmimit të energjisë, kështu që në një vit presidencial, kur janë para në prag të zgjedhjeve të mes mandatit, sigurisht që për zotin Trump nuk është një pozitë as pak e favorshme dhe prandaj po shohim që ka një nxitim për t'i dhënë fund kësaj lufte, sepse kemi parë një përpjekje të shtuar gjatë kësaj kohe për të lidhur një marrëveshje me Iranin, edhe përpjekja e tij dhe iniciativa për ta zgjatur armëpushimin u pa në kuadër të kësaj përpjekje për t'i dhënë fund luftës, edhe pse po kritikohet se nuk ka një strategji ose nuk e ka të qartë mënyrën se si të dalë nga kjo luftë që nisi bashkë me Izraelin. Dhe pikërisht kjo strategji që është e paqartë apo mënyra se si po lufton për të dalë nga kjo krizë, duket se mund të kemi një kokë turku në shtëpinë e bardhë, pasi kritikat ndoshta janë fokusuar te ministri i luftës Pete Hegseth. Në fakt kemi parë shkarkime të rëndësishme gjatë kësaj kohe edhe të komandantëve edhe të zyrtarëve të cilët kanë pasur një rol. Megjithatë, sigurisht raportimet nga shtëpia e bardhë andi flasin për mosmarrveshje mes zyrtarëve të shtëpisë së bardhë, sepse kemi parë që edhe në deklaratat e herpashershme ka pasur pohime kontradiktore. Tjetër gjë mund të pohonte zoti Trump dhe tjetër gjë sekretari i shtetit Rubio apo sekretari i luftës Pete Hegseth, çka tregon edhe faktin që situata është ndërlikuar dhe e vështirë, nuk e di nëse do të ketë kokë turku, megjithatë nuk është një situatë as pak e lehtë dhe kjo po reflektohet edhe në qëndrimet e zyrtarëve amerikanë. Paralel me këtë konflikt, ka dhe një tjetër konflikt në lindjen e mesme mes Izraelit dhe Libanit, më saktë Hezbollahut në Liban. Po aty, çfarë po ndodh, duket se dhe aty është prishur armëpushimi. Është një situatë komplikuar edhe aty, Andi, sepse pati sinjale pozitive dhe një lloj shpresë pasi kishim një njoftim për armëpushim 3 javor nga ana e zotit Trump pasi thirrri në negociata përfaqësues nga Libani dhe Izraeli. 2 herë ambasador të dyja vendeve janë takuar në Washington. Megjithatë, fakti që situata është e komplikuar e demonstron edhe deklarata e Hezbollahut, sepse lufta nuk është midis Libanit edhe Izraelit, është midis Hezbollahut edhe Izraelit dhe Hezbollahu nuk ka qenë pjesë e kësaj marrëveshje armëpushimi, ka thënë që çfarë armëpushimi është ky kur ne nuk kemi të përfshirë, dhe për më tepër ka pasur edhe sulme dhe shkëmbime të vazhdueshme zjarri që e kanë bërë armëpushimin të duket shumë i brisht dhe që mund të skadojë në çdo moment. Sigurisht që luftimet janë reduktuar ndjeshëm që prej arritjes së marrëveshjes, por ka pasur sulme të vazhdueshme, ka pasur sërish të vrarë në Libanin Jugor, ka pasur sulme ndaj trupave izraelite nga Hezbollahu në Libanin Jugor që janë të vendosur atje. Në fakt, sipas marrëveshjes, ka një pjesë në marrëveshje që pretendon se në rast se Hezbollahu pra do të shkel armëpushimin, Izraeli ka të drejtë të sulmojë, kështu që deri më tani është cilësuar si një gjë e drejtë, pra që nuk shkon kundër marrëveshjes së armëpushimit. Nëse do të arrihet dot një marrëveshje për paqe afatgjat, është e vështirë sepse Hezbollahu është shprehur i vendosur të vazhdojë luftën, ka shprehur se ka kapacitetet e nevojshme për ta vijuar këtë luftë, për të goditur Izraelin dhe për të shkaktuar dëme, ndërkohë që Izraeli nga ana tjetër e ka bërë të qartë në disa dalje publike dhe zoti Netanyahu që është gati ta vazhdojë luftën kundër Hezbollahut që sipas tij përbën kërcënim, por edhe ndaj Iranit, ka thënë ai, me forcë shkatërruese edhe më të madhe se më herët.
vetëm presim nga shtëpia e bardhë, kështu që duket se situata mbetet në prag shpërthimi sërish. Rosalba Vendo, të falenderoj që ishe pjesë e aty sot. Faleminderit, Andi.